Identiteti shqiptar është urrëtie, është kujtesë. Një artikull historik për të vërteta që për 500 vjet u shtypën. Të kërkosh që shqiptarët të njohin historinë e tyre nuk është islamofobi. Të flasësh për pushtimin osman nuk është urrëtie fetare. Të mbrosh identitetin kombëtar nuk është ekstremizëm. Është detyrim moral. Historia nuk është çështje ndjenjash. Është çështje faktesh. Para osmanëve, Iliria, Arbëria dhe Europa. Shqiptarët nuk lindën me perandorinë osmane. Ata nuk u formuan në shekullin e vë. Ata nuk e morën identitetin nga sultanët. Burimet antike romake dhe greke flasin qartë për ilirët, një popull indo-europian i organizuar me mbretëri gjuhë, zakone dhe territor të përcaktuar në Ballkanin perëndimor. Që në shekullin I pas Krishtit, Shëmpali shkruan vetë se predikoi ungjillin deri në Iliri letra drejtuar nomakëve rreth vitit 57 pas Krishtit. Kjo do të thonë një fakt I thjeshtë, por I pamohueshëm. Ilirët e pranuan krishterimin përpara Romës zyrtare. Në mesjet, Arbëria ishte pjesë organike e botës europiane. Principata arbërore lidhje me Vatikanin, kultura juridike perëndimore, alfabet latin, fe e lirë dhe trashëguar, jo e imponuar. Pushtimi Osman shekulli 15, jo bashkëjetesë, por sundim. Perandoria osmane hyri në tokat shqiptare me shpatë, jo me libra, me ushtri, jo me predikim. Pas vitit 1385 dhe sidomos pas rënies së Krujës më 1478. Fillon shkatërimi I elitave shqiptare, shpërndësimi I tokave, sistemi I timareve devshir meja, marrja e fëmijëve me dhunë, konvertimi I detyruar për mbjetesë. Konvertimi masiv nuk ishte akt besimi, por akt mbjetese. Kjo nuk është opinion. Është fakt historik I dokumentuar nga arkivat osmane dhe burimet europiane. Skënderbeu, simboli që osmanët nuk e falen kurrë. Gjergj Kastrioti Skënderbeu nuk ishte thjesht një komandant. Ai ishte përkufizimi I rezistencës shqiptare. 25 vjet luftë kundër perandorisë më të madhe të kohës. Mbështetje nga Europa. Besnikëri ndaj identitetit arbëror. Pas vdekjes së tij, fillon dëshkimi kolektiv, shpërnguljet masive, asimilimi, shuarja e kujtesës historike. Feja dhe kombi. Çfarë thon Rilindasit? As Fan Sënoli, as Gjergj Fishta, as Pashko Vasa nuk ndërtuan kombin mbi fen. Pashko Vasa. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Kjo nuk ishte sulm ndaj besimit. Ishte thirrje për unitet kombëtar mbi ndasi fetare pas 500 vjetësh sundim. Rilindasit e dinin. Feja ishte përdorur si instrument sundimi, përçarja fetare ishte armë politike, kombi duhej ndërtuar mbi gjuhën, historinë dhe kulturën. Patriotizmi nuk është urrëtie. Thuash se pushtimi osman ishte I dhunshëm, asimilimi ishte real, historia u deformua, identiteti shqiptar është europian. E kështë islamofobi, është vetdije historike. Askush nuk kërkon të ndalojë besimin e askujt, por askush nuk ka të drejtë të mohojë historinë, të justifikojë pushtimin, të fshijë rënjet iliro-arbërore. Kombi mbi gjithçka. Shqipëria nuk është lindur në medrese. Është lindur në male, në kisha, në kuvende, në gjuhë, në gjak, në shëndres. Të jesh patriot nuk do të thotë të uresh. Do të thotë të mos harrosh. Sepse një kombë që haron historinë e përsërit robërinë, shet identitetin, humb dinjitetin. Dhe kjo është tradhtia më e madhe.